Përshëndetje, sot në studio kemi të ftuar doktor Vehap Kolën. Ne do të dëshirojmë që t'i bënim disa pyetje doktorit. Çfarë është ekosistemi? Si është një ekosistem ideal? Edhe si është ndërtuar ekosistemi në Shqipëri? Përshëndetje, mirë se u gjeta. Faleminderit për ftesën. Ekosistemi ideal nuk ekziston, por ekosistemet e mira në disa vende si Shtetet e Bashkuara, disa vende të Europës, Singapori, kanë element të cilët e bëjnë atë që ne quajmë ekosistem në Shqipëri të jetë një, unë do kisha quajtur një surrogat i dobët i më shumë një imazh skenik të një ekosistemi. Pra nuk mund të themi që kemi ekosistem në Shqipëri. Ekosistemi ka nevojë që të ketë e parë njëherë vullnetin politik, që do thotë që qeveritë t'i trajtojnë në mënyrë fiskale, me metoda fiskale të ndryshme investimet në industrinë e startupeve, në industrinë e sipërmarrjes teknologjike, dhe sigurisht janë pastaj angel investors, venture capitalists, akseleratorët dhe inkubatorët që në shumicën e rasteve janë të atachuara me universitete ose me qendra inovacioni. Në Shqipëri nuk kemi venture capitalists patjetër, sepse s'kemi trajtimin e dur fiskal për që ajo që kapitali venture capital të zhvillohet. Dhe gjithashtu akseleratorët kemi disa programe të cilat janë të atachuara me disa universitete ose janë disa programe të financuara nga parat publike, programe goxha modeste, do kisha thënë. Dhe që problemi thelbësor i ekosistemit në Shqipëri është që është një ekosistem i mbyllur, nuk është se është një po themi një sistem që lejon ajrimin, ventilimin me hyrje të reja, me njerëz të rinj, me ide të reja. Do të thonë po ta shohësh ti, po ti numërosh, mbetesh tek 40-50 vetë që merren me këtë punë. Organizatat janë gjithashtu të njohura, dihet se kush bën çfarë dhe në momentin që nuk ka zhvillim, s'ka zgjerim, normalisht edhe ekosistemi nuk ka ç'prodhon të re. Është një ekosistem i mbyllur dhe i ngecur, si më thon, pa një perspektivë zgjerimi. Çfarë ofron kjo për startupet? Mund ta bisedojmë. Duke qenë se ju keni një eksperiencë shumë të gjatë në mentorim, si mund ta shikoni pjesën e startupeve këtu në Shqipëri krahasuar me startupet që nisen jashtë vendit? Do të thonë kanë ndonjë ndryshim, cili është më mirë, çfarë mund të rregullojmë këtu ne? Po, do të thonë duke mbështetur, duke vazhduar në njëjtën linjë diskutimit që tek çështja e parë që folëm, ekosistemi është një term që vjen nga ekologjia, pra. Ekosistemi nuk kupton që ekzistojnë disa kushte të caktuara që mjedisore që lejojnë qenjet e reja, domethënë të vegjëlit, bimët e dobta e me radhë, fidanët të rriten, pra kjo është ekosistemi. Dhe në këtë kuadër, kur themi që çfarë i dallon ose çfarë avantazhe apo dezavantazhe kanë startupet shqiptare me ato të huaja, pikërisht kjo vjen nga problemi që kemi me ekosistemin. Pra, ti shikon që startupet shqiptare nuk shkëlqejnë, nuk kemi një startup shqiptar i cili ka qartë tregun dhe ka konkurruar ose ka bërë një disruption në tregun ndërkombëtar. Pse? Sepse nuk ka asnjë kusht për këtë. Është si të marrësh dy të vegjël të një luani, njëri të jetë jetim, pra ta lësh në pyll, pa kujdes, pa mbrojtjen e mëmës, pra luaneshës, dhe ta krahasosh me një luan tjetër, po një kylysh të vogël, i cili është i mbrojtur dhe ka gjitha këto kushte. Dhe normalisht zhvillimi i atij të dytit është më i garantuar dhe sigurisht që ai do mbijetojë dhe do rritet, ndërsa i pari nuk do rritet. Pra kjo është pak a shumë metafora që më mjafton për ta shpjeguar se dhe për të mos akuzuar sipërmarrësit shqiptar, të rinj shqiptar, apo dhe moshën e mesme, sepse sipërmarrja shtrihet, e tilla shtrihet deri në atë moshë. Mos akuzosh njerëzit, po të kuptosh se ku qëndron problemi. Problemi është tek do të thënë ajo cipa e hollë e fasadës së ekosistemit dhe jo një ekosistemi real. Tani që ta kthejmë bisedën pak nga ana tjetër, do të thënë të marrim edhe universitetet. Duke qenë se universitetet nxjerrin filiza të rinj ose studentë, do të thënë ndoshta shumë të edukuar, a është e mundur për shembull që universitetet të nxjerrin ose të krijojnë startupe të reja, edhe sa është
e mundur kjo që të ndodhi? Universitetet Shqipëri kanë pak gjëra në dorë, do fatkeqësisht nuk kanë shumë fonde, universitetet publike kanë shumë pak fonde për inovacion, për kërkim shkencor, dhe gjithashtu universitetet private e shohin këtë më shumë si një mundësi për të, patjetër është kredi legjitime për të thithur projekte nga donatorët, mirë po kapacitetet lokale janë të vogla, normalisht edhe nuk di të ketë shumë ose të ketë mjaftueshëm spin-offs nga universitetet, pra që duke ofruar atë patem garanci institucionale përpara një investitori të investohet në një startup dhe ai të rritet, sepse i gjithë problemi qëndron tek legjislacioni. Nuk mund ta ndryshojë, nuk mund ta kompensojë universiteti, asnjë akselerator apo inkubator universiteti s'mund ta kompensojë atë që nuk e lejon ligji, pra. Edhe universitetet e huaja kanë këtë avantazh sepse venture capital dhe investon apo angel investors, që janë këto investitorët angel që e thonë në Shqip, se nuk di si ta përkthej nëse ka një kuptim të tillë. Këta investojnë në momentin që kanë një stimul fiskal. Ky nuk ekziston, dhe universiteti nuk e tejkalon këtë gjë, dhe mbetemi tek programet e trajnimit, të mentorimit, se si të bësh një pitch deck, një financial model, një business model, canvas, si ta plotësosh, nuk ka mjaftueshëm, do të thënë, hapësirë që universitetet të shkaktojnë ndryshim. Të falenderoj shumë për pjesëmarrje. Falenderoj për ftesë, se kënaqësi.